Plazhi i Velipojës, prej një jave, është përfshirë nga një ndotje masive me mbetje të ndryshme, kryesisht plastike, por edhe mbetje të sjella nga prurjet ujore. Në Velipoj ka nisur një operacion i gjerë pastrimi, pas prurjeve të shumta që kanë sjellë një sasi të konsiderueshme mbetjesh në Bregdet. Nën kryetari i Bashkisë Shkodër, Alban Preka, tha se ekipet e shërbimeve publike të Bashkisë Shkodër dhe 3 fadroma të ndërmarrjeve të bashkisë janë angazhuar në terren për pastrimin e gjithë brezit ranor. Bashkia Shkodër është sot me gjithë punojësit e saj angazhuar në një aksion masiv për pastrimin e gjithë sipërfaqes të rërës në plazhin e Velipojës. Me përgjegjësi të kryetarit të bashkisë, zotit Benit Beci, sot gjithë strukturat po angazhohen me mjetet e tyre për të ndryshuar gjendjen e pastërtisë në plazhin e Velipojës. Një aksion faktikisht i mirëmenduar sot, duke përfshirë një numër të konsiderueshëm punojësish dhe mjetësh, pasi gjatë gjithë kësaj kohe është njekur me shqetësim situata e krijuar nga depozitimi i këtyre metjeve në sipërfaqen rënore të plazhit të Velipojës. Aksioni do të vijojë në ditët në vijim deri në pastrimin total të gjithë sipërfaqes rënore të plazhit të Velipojës. Sipas autoriteteve vendore, mbetjet e sjella nga prurjet janë rezultati i ndotjes së lumenjve dhe përrenjve në territor, çka tregon se çdo ndotje e hedhur në mjedis përfundon sërish në natyrë dhe në zonat tona turistike. Institucionet apelojnë për rritje të përgjegjësisë dhe ndërgjegjësimit, duke theksuar se mbrojtja e mjedisit fillon nga veprimet e përditshme të çdo qytetari,